Tun gjatjeta uroj t'jeni mirë. Në krah të sekretarit amerikan Marco Rubio, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu lëshon një bombë mbrëm për rajonin e lindjes mesme, por edhe për mbar botën dhe për pjesën më të madhe të marrëveshjeve të cilat ishin bërë për të stabilizuar apo për të gjetur një zgjidhje për çështjen e konfliktit izraelito-palestinez. Është një deklaratë bombë e cila jep mesazhe të jashtëzakonshme bashkë me simbolikën e prezencës në krahun e tij të sekretarit amerikan Marco Rubio dhe të simbolikës tjetër të rëndësishme e cila tregon Netanyahu dhe Marco Rubio duke goditur me çekiç pra tek tynelet poshtë xhamis Al-Aqsa apo shkohet drejt fundit të çështjes palestineze. Netanyahu gjithashtu ka bërë gati rrafshimin e Gazës. Erdogan nga ana e tij ka kthyer përgjigje nga Ankaraja të rrufeshme, të cilën do ta trajtojmë tani, dhe i ka thënë Benjamin Netanyahus që kurrën e kurrës ne dhe të gjithë muslimanët e botës nuk kemi për të hequr dorë nga e drejta jonë në Jeruzalemin lindor. Pra, Erdogan i referohet vendimit të Këshillit të Sigurimit dhe të Organizatës Kombeve të Bashkuara për zgjidhje të konfliktit me dy shtete, kthim të Izraelit në kufijtë e vitit 1967 dhe tërheqje të tij dhe kryeqytet të Palestinës në Jeruzalemin lindor. Jo, Netanyahu thotë jo. Kjo s'ka për të ndodhur më kurrë, njofton vdekjen e shtetit palestinez, por nuk e ka bërë përballë antarëve të Likudit apo antarëve të qeverisë së tij, por e ka bërë përballë sekretarit Rubio të dërguar nga presidenti Trump. Çfarë është duke ndodhur në atë zonë jashtëzakonisht të rëndësishme të planetit, të cilat do të jenë pasojat e këtyre zhvillimeve të mëdha, dhe duke qenë se në Tiranën tonë nuk ka përveç rrenave dhe mashtrimeve, dhe të vjen të vjedh kur të hapësh lajmet, është një tufe madhe gënjeshtarësh të cilët mashtrojnë shqiptarët nga mëngjesi deri në darkë. Jo, do hiki Dumani, do vi Dumani, do hiki ky, do vi ai, do arrestohet ky, do futet ai, do vi Dash Sula, do zëvendësoj Dash Sula Berishën, Grida po bën gati Salianin që të vinë kryet PD-s, Gazi po bëhet gati të vinë kryet PD-s. Ilir Ali Mehmeti me Jorida Tabaku nuk duan të merren dhe të kandidojnë sepse e din që do t'i djeg Saliu për t'i nxjerr, nëse i nxjerr si kandidat përballë Manastir Liut, sepse e din që nuk ka më PD, po shqyen njëri tjetrin, rrenat, sistemi i rrenave vazhdon, Erion Veliaj po bën gati të fundosë Ramën dhe të qisë ato të hapë kapakun e pusetës tek rilindja, a do të ndodh apo jo. Amerika vazhdon të jetë në një pozicion heshtje, po luan për momentin me Kosovën, me Hagën, me James Rubinin dhe po artikulon interesat e saj në rajon. Për këtë arsye, unë zgjodha që të merremi paksonte me pikën më të rëndësishme të botës, që është lindja e mesme dhe Izraeli me Palestinën, në mënyrë se si do të shkojnë ngjarjet atje, sepse ka zhvillime të mëdha orë pas ore, të cilat tregojnë dimensionet e jashtëzakonshme të këtyre zhvillimeve dhe mënyrën se si ato do të ndikojnë. Po bëhet gati Izraeli për të çuar, për t'i dhënë fishekun e fundit në kokë asaj që quhet çështja palestineze apo shtetit palestinez, dhe këtë e njoftoi jo më larg se dje, duke thënë nuk ka më shtet palestinez. Nuk ka për të patur më kurrë shtet palestinez. Nuk ka më çështje palestineze. Dhe sa i përket Gazës, ai tha, njoftoi dy objektivat e tij kryesor. Kush ishin objektivat? Objektivi numër 1, shkatërimi i armikut të Izraelit, që është Hamasi, ndërsa objektivi numër 2 është spastrimi i banorëve të Gazës nga Gaza. Një rast i paprecedent ndërkombëtar, ku një kryeministër si Benjamin Netanyahu thyen në rendin botëror, thyen të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare dhe shpall atë që është paradhoma e një përplasje të madhe ndërmjet Izraelit dhe atij që ai e quan
qytetërimi perëndimor dhe ndërmjet pjesës tjetër të botës, të cilët janë duke lëvizur gjithashtu me shumë kujdes për të konfiguruar interesat e tyre nacionale dhe më pas për të bërë gati për konfliktin arabo-izraelit apo izraelito-palestinez, një zhvillim i jashtëzakonshëm ka ndodhur në orët e fundit. Ushtria e Egjiptit ka nisur në kufit e Izraelin sistemin raketor kinez HQ-9B. HQ-9B është një nga sistemet raketore me rreze të mesme veprimi që mbulon rreth 300 kilometra, që do të thotë të gjithë hapësirën e Izraelit. Të gjithë komentatorët, studiuesit, qendrat studimore dhe kërkimore sot në botë janë duke e hulumtuar se çfarë mund të ndodhë atje. Unë ju a kam thënë, por edhe njerëz shumë më të mençur se unë ju a kam thënë se në qoftë se doni të kuptoni si do të jetë temperatura e planetit në tërësinë e tij, duhet shkoni të kuptoni se çfarë po ndodh ndërmjet Izraelit dhe Palestinës. Dërgimi i sistemeve raketore të Egjiptit në kufi me Izraelin, pra në Gadishullin e Sinait, vjen menjëherë pas një ftimi të djeshëm dhe çuarjes përpara dhe bërjes fakt të krye nisjes së procesit të rrafshimit tërësor të Gazës, qytet i cili do të zonësohet me rivjerën e famshme, ndjes me rezorte turistike të famshme, nga këto elitat e kompanive botërore, të cilat do të marrin edhe gazin, burimet natyrore që janë aty, por edhe do të përdorin sipërfaqen. Gaza është pothuajse e rrafshuar, 1,5 milion palestinez janë duke u ndenjur nën breshrinë e raketave, tankeve dhe të urisë. Është një moment gati apokaliptik dhe kjo realizohet sepse po përgatitet largimi i tyre dhe spastrimi tërësor i Gazës nga banorët vendas. Ku do të shkojnë? As kanë ku të shkojnë, as nuk i lën ku të shkojnë, por as nuk duan ata të shkojnë. Pra, një pjesë e madhe e tyre thotë jemi gati të vdesim për tokën tonë, se nuk janë gjithë popujt kështu, popuj patatinash që i çik i bje një kryeministër hajdut ose antikombëtar dhe marrin avionin, largohen me njëherë dhe e lën tokën, e lën Shqipërinë, e lën vendin, e lën atë dheun, e lën kombin. Ka popuj që bëjnë luftë, hahen dhëm për dhëm me vdekjen për të mos e lëshuar tokat e tyre, për të mos e lëshuar popullin e tyre. Por kjo është histori tjetër, meriton një analizë tjetër. Sistemet raketore të Egjiptit kineze të çuara në kufi me Egjiptin, me Izraelin ndjes, na tregojnë edhe një fakt tjetër të rëndësishëm, që marrëveshja e Sadatit e 1979 me izraelitët duket qartë se tashmë nuk është më një marrëveshje e konsoliduar, është një marrëveshje që e ka ngrënë historia, që e ka ngrënë mola dhe duket qartë që jemi përballë zhvillimeve të reja. Egjipti është një superfuqi rajonale me peshë të jashtëzakonshme në botën arabe dhe duket qartë që po përpiqet që të luaj me dy kursi. Kursia numër 1, përpjekja e Egjiptit me çdo mënyrë, siç po thonte sot edhe foreign policy, përpjekja e Egjiptit për të mos u prishur në asnjë mënyrë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi një pjesë e madhe e marrëveshjeve, e aleancave, por dhe armatimeve vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër përpjekja e Abdul Fattah Sisit pra për të hapur dhe për të hedhur në lindje dhe për të hapur linja me Kinën, me Pekinin, pra me Moskën, me Vladimir Putinin, Xi Jinpingun dhe me aksin lindor. Pse? Për të krijuar një formë balanse. Gjithsesi, cila do qoftë politika e Egjiptit aktuale për arsye të qeverisë aktuale të Abdul Fattah Sisit, dihet qartë që të gjitha llogaritë e Izraelit, qofshin ato afat shkurtra apo afat mesme në lindjen e mesme,
janë të lidhura ngushtësisht me llogaritë e tij në rast se do të ndryshojë apo në rast të një ndryshimi të mundshëm të kursit të Egjiptit, qoftë me rastin e ndodhjes ndonjë revolucioni atje, qoftë me rastin e ndodhjes ndonjë puçi apo grushti shteti apo ndryshimit të Sisit, apo qoftë edhe me ndryshimin e mendimit të Sisit të Egjiptit, i cili gjithsesi po përpiqet që të luajë me të gjitha anët dhe ka patur në samitin e arabëve, ka patur një fjalim të fortë në Katar, madje edhe më gjatë se emiri i Katarit, 11 minuta e 58 sekonda, ka folur më shumë se të gjithë, me tone shumë të forta dhe me tone shumë të larta. Është histori tjetër, pastaj përse nuk u bën dot bashk arabët në samitin e Katarit, përgjigja është shumë e thjeshtë, sepse askush nuk i beson askujt. Katari është shumë i kujdesshëm që të mobilizojë vendet për të mbrojtur vendin e tij dhe për të ndërtuar aleanca, por pa e humbur fillin e aleancës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi Katari her pas here ka qenë në targetin e një pjese të arabëve për ta shfarosur dhe për ta zhduk Katarin fare nga sipërfaqja. Ndaj Katari luan me shumë kujdes, një, për të rrethuar Izraelin dhe për të ushtruar presion ndaj Izraelit. Sot emiri i Katarit ka shkuar në Jordani në takim me mbretin Abdullah atje, pra për të diskutuar për situatën. Jordania nga ana tjetër është gati e detyruar të afrohet me Katarin, por edhe me shtetet e tjera arabe, sepse Izraeli vazhdon ta kërcënojë çdo ditë me kputjen e dritave apo të ujit, por edhe me shpërnguljen e banorëve të bregut perëndimor në Palestinë për në Akaba, pra për në tokat e Jordanisë, sepse Izraeli dhe Benjamin Netanyahu tashmë e kanë shpallur hapur qëndrimin e tyre se pasi të mbarojmë punë me Gazën, do të fillojmë me bregun perëndimor. Mbrëm ishte kulmi i kësaj shfaqje të madhe gjeopolitike në lindjen e mesme, ku bëhet përplasja me thyerje kockash ndërmjet Izraelit dhe Erdoganit, nga ana tjetër, i cili po përpiqet që të marrë rolin e babait të botës islame apo të kalifit të madh, i cili ruan tempin strategjik në përplasje me Izraelin, ka hyrë në një korsi të re tashmë të përplasjes me Izraelin, por gjithsesi tensionet po vinë në rritje dhe Izraeli, Netanyahu, në krah të sekretarit Marco Rubio, i ka njoftuar të gjithë botës 3 çështje të rëndësishme. 1. Rrafshimi i Gazës, 2. Vdekja e çështjes palestineze dhe e shtetit palestinez, dhe e treta, çka është më rëndësishme, e drejta e Izraelit për të goditur çdo kënd që ai mendon se është kundër Izraelit në çdo vend që ai e sheh të arsyeshme ta bëjë këtë, dhe njofton me zë të lartë dhe thot this is our city. E ka fjalën për Jeruzalemin dhe përsërit disa herë duke thënë this is our city. I njofton dhe i tregon, i kujton Erdoganit një kafe dhe një dinner, një darkë që e ka patur me kryeministrin turk në vitin 1998 dhe i thot ne kemi patur një darkë të këndshme, kemi pirë dhe kafe më pas, dhe kam njoftuar atë se ky shtet, ky vend, kjo tokë, pra që është Izraeli, i përket Izraelit prej 3000 vitesh. Doni apo s'doni, doni ta pranoni këtë. Më vjen keq, thot Netanyahu, që kemi pasur marrëdhënie shumë të mira me Turqinë aso kohë dhe tashmë nuk i kemi marrëdhëniet e mira. Ndërkohë, nga ana tjetër, edhe pse sauditët janë një nga gurët më të fuqishëm dhe më të rëndësishëm të lindjes së mesme dhe të botës së gjirit, dhe jo vetëm, pra të botës arabe, një generator i fuqishëm politik, kulturor, religjioz dhe financiar i botës arabe, ka shkuar dhe ka bërë një tjetër surprizë sot me lëvizjen e tij të radhës, ku një takim ndërmjet ministrit të mbrojtjes së Iranit me zyrtarët e lartë saudit
po shikojnë mundësinë e një marrëveshje bashkëpunimi ushtarak dhe një kuadër mbrojtje, një marrëveshje mbrojtje të mundshme ndërmjet dy armiqve më të përbetuar të rajonit, Irani dhe Arabia Saudite. Që do të thotë, të gjitha palët po luajnë me të gjithë, por në të njëjtën kohë takimi i Katarit i vendeve arabe dhe ai që ishte i përfolur përpara si mundësia për të krijuar NATO-n e botës arabe apo NATO-n e botës islame dështoi në mënyrë spektakolare për arsyen e thjeshtë sepse të gjitha palët janë të vetëdijshme se kanë nevojë për të gjetur një formulë mbrojtje dhe për t'i dhënë përgjigje Benjamin Netanyahus, por nga ana tjetër të gjitha palët janë të vetëdijshme se secila palë ka marrëveshje sekrete me Izraelin, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe asnjëra palë nuk i beson tjetrës deri në fund, që do të thotë të gjitha palët luajnë me rezerva, sepse asnjëra palë nuk i beson askujt deri në fund. Pse? Sepse precedentet historik na kanë treguar që këta kanë dashur të kafshojnë pas qafe njëri tjetrin në momente kur ka patur hapësira për lojtar të dytë apo të tretë jashtë rajonit që e duan rajonin të ndarë dhe të përçarë për të hedhur arabët ndaj njëri tjetrit, apo për t'i hedhur herë kundër turqve, herë turqit kundër arabëve, herë arabët kundër iranianëve, herë iranianët kundër arabëve, në mënyrë që të ishte tërësisht e kontrolluar. Prania e sekretarit amerikan Rubio, një skifter i Washingtonit në krah të këtyre deklaratave, do të thotë që Washingtoni në mënyrë edhe të heshtur pranon në një farë mënyre versionin e Netanyahus, pra Donald Trump, i cili ka dalë tërësisht jashtë parashikimeve dhe jashtë planit tij për të vendosur paqen, duket se po shkon drejt një plani për t'i hedhur tritolin apo bombën atomike çdo lloj përpjekje për zgjidhje me dy shtete, që ishte minimumi i mundshëm për zgjidhjen e kësaj historie. Jo, e shpalli dje Netanyahu, ky qytet, Jeruzalemi, është qyteti jon dhe do të jetë i joni përjetësisht. Këtë e bën dhe njofton gjithashtu duke shprehur dhe duke i paraqitur se presidenti Trump ishte ai i cili e transferoi ambasadën e parë nga Tel Avivi në Jeruzalem në mandatin e tij të parë, për t'i treguar gjithë botës se administrata Trump është pro Netanyahus dhe deri në fund me Netanyahun për ekzekutimin e çështjes palestineze dhe për ekzekutimin e zgjidhjes me dy shtete. Këtë e bëri mbrëm Netanyahu dhe tha, "This is our city." Ky është qyteti ynë. Dhe kjo punë ka marrë fund dhe tashmë po bëhet gati për të çuar palestinezët e Gazës për t'i kaluar në gadishullin e Sinait. Nga ana tjetër, Egjipti vazhdon të jetë i paqartë për arsye se edhe Abdel Fattah Sisi është shumë i kujdesshëm që të marrë rolin e tij si një vend me peshë i cili është lojtar kyç në krijimin e balancave dhe të ekuilibrave gjeopolitik në lindjen e mesme, por nga ana tjetër nuk do të humbas as arabët, as influencën e Egjiptit në dosjen e Palestinës, në dosjen më të nxehtë të planetit, që është dosja e konfliktit izraelito-palestinez, do të ketë pushtet mbi këtë dosje. Nga ana tjetër përgatitet për gjithë skenarët, sepse të gjithë lojtarët e lindjes së mesme tashmë bashkë me Katarin e morën edhe një herë dje qëndrimin e Bibi Netanyahus, i cili ju përsëriti dhe i tha që do t'ju godas sërish. Do t'ju godas sërish në momentin që unë do të vendos t'ju godas dhe nuk do të pyes për askënd. Dhe ja ku e kam sekretarin Rubio, ja ku e kam Trumpin me vete, nuk pyes më për njeri, do t'i bëjt gjitha. Erdogan i dha përgjigje nga Ankara edhe i tha, kur
kur ti nuk ke për ta patur këtë ëndër, nuk ke për ta realizuar, dhe ne kur nuk do të bëjmë asnjë hap pas si botë islame nga e drejta jon për të patur shtet palestinez dhe kryeqytet të Palestinës në Jeruzalemin lindor. Kujdeset Erdogan që të mos kaloj kufit e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe të rri brenda normës dhe rrjetës së vendimeve të Këshillit të Sigurimit dhe rezolutat e Organizatës Kombeve të Bashkuara, pra atë që ja përmenda fillim, krijimi i shtetit Palestinës, tërheqja e Izraelit kufit e 1967 dhe kryeqytet palestinez Jeruzalemi lindor. Jo, Izraeli e hedh në erë këtë dhe bëhet gati për fazën e re, fazën e dytë. Të gjithë lojtarët po luajnë me njëri tjetrin. Siria, me sa duket, është duke shkuar me Ahmad al-Shara, pra i cili erdhi nga një marrëveshje me Erdoganin, me Izraelin dhe me Amerikanët në Siri, është duke shkuar në një marrëveshje, në disa marrëveshje sigurie me Izraelin, shkojnë drejt një federalizimi të Sirisë dhe krijimin e kushteve për hapjen e korridorit Devit që lidh Izraelin me Sirin, me Kurdistanin, me rajonin e lindjes e Eufratit, i cili përbën me forcat beshmarke atje, si që a shpjegova mbrëm, një kërcënim serioz për juglindjen e Turqisë. A do të paguaj Turqia faturën e asaj që bëri në Siri, apo jo? Apo ka ndryshuar Turqia? Apo është diçka që ne nuk e dim fare se çfarë luhet në Rogoz? Ne merremi me atë që duket dhe analizojmë atë që s'duket. Jam i vetëdijshëm sigurisht se në botën e shërbimeve sekrete, në botën e madhe të gjeopolitikës, në këtë iceberg të madh të marrëdhënieve ndërkombëtare, sigurisht ajo që ne shohim është diçka sipërfaqësore. Por të jeni të sigurt për diçka, që ajo që do të ndodhë në lindjen e mesme do të ketë pasoja të drejtë për të drejta në ridimensionimin e ekuilibrave gjeopolitik global. Edhe në qoftë se Netanyahu i ja del ta rrafshoj Gazën dhe ta rrafshoj për momentin çështjen palestineze dhe shtetin e dytë palestinez, apo të mos pyes për njërin botë për genocidin që ushtron në Gaza, apo të ekzekutoj dhe të zhduk këdo që ata mendojnë se për të bëjnë kërcënim për të, por nga ana tjetër, unë mendoj, mendimi im është që Izraeli po riskon shumë dhe po shkon drejt, pavarësisht se duket se mund ta ketë gjithë mbështetjen e botës, po të kesh Amerikën nga mbrapa, ke gjithë botën nga mbrapa, ta kuptojmë. Pavarësisht se Amerika nuk është më ajo që ka qenë, apo nuk do të jetë më ajo që ka qenë, deri në këtë moment kush ka Amerikën nga mbrapa, ka gjithë botën nga mbrapa dhe nuk pyet për njëri. Por, a do të shkojnë përpara shpresat e arabëve që i kishin hedhur në Pekin apo në Moskë? Këtu është pikë pyetja e madhe. As Putini, as Xi Jinpingu nuk ka lëvizur, as nuk kanë bërë një gjë domethënëse për këtë konflikt, kanë ndenjur më të tërhequr. Shpesh flitet për një rivalitet të Kinës dhe të SBA-ve në lindjen e mesme, por Pekini është jashtëzakonisht i lidhur me interesa madhore në Izrael dhe përveç se përdor një retorik për t'i kaluar arabët nga prehri amerikan tek prehri i Pekinit, nuk është se ka bërë ndonjë gjë konkrete që të thuash se po lëviz balancat e lindjes mesme nga Izraeli në favor të arabëve apo nga hebrejt në drejtim të muslimanëve, apo nga zonë tradicionale e ndikimit amerikan e lindjes mesme në zonë më pak ndikuar nga Izraeli dhe nga Amerika dhe me hapësira më të mëdha ndikimi për Pekinin dhe për Moskën. Është një lojë jashtëzakonisht e madhe, me sa duket në orët të vijim do të kemi zhvillime të mëdha, rrafshimi i Gazës me sa duket është një proces i pandalshëm deri tani, mund të kryhet për momentin, dhe ajo që është për të habitur gjithashtu, është se si Egjipti
përveç se ka dërguar në Gadishullin e Sinait sistemet raketore HQ-9B kineze 300 km rrezeve primi, në të njëjtën kohë kryeministri i Egjiptit ka dalë sot dhe ka lënë të kuptohet në një mënyrë apo në një tjetër që palestinezëve të ardhur nga Gaza do të krijohen kushtet që të priten, pra që do të thotë nëse bombardon Izraeli ka ndej, mirë se të vinë dhe të hynë këtu në Egjipt. Deri tani Egjipti e kishte refuzuar në mënyrë kategorike ardhjen e palestinezëve dhe spastrimin etnik të banorëve të Gazës dhe kalimin e tyre në Gadishullin e Sinait, sikurse një hap më pas do të vi radha edhe bregut perëndimor që pritet të mësyhet nga forcat e ushtrisë izraelite dhe kalimi, spostimi i banorëve të atjeshëm në drejtim të Jordanisë, duket qartë që ky dyzim apo ky dualitet i Egjiptit tregon se Egjipti po luan me të gjitha kartat në të njëjtën kohë, që do të thotë nga njëra anë është duke kërcënuar me sistemet raketore kineze për të përcjellë mesazh edhe Netanyahus edhe amerikanëve se mund ndryshoj kurs. Sisi dhe Egjipti si presidenc janë të shqetësuar që Benjamin Netanyahu ka shkuar 2 herë në Washington dhe në Shtëpinë e Bardhë prej kohës që ka ardhur Donald Trump në pushtet, por Egjipti nuk ka shkuar asnjëherë deri në këtë moment. Megjithatë, egjiptianët po luajnë me 2 karta të fuqishme. Njëra kartë përgatitja për luftë dhe karta tjetër bërja gati për versionin më të keq që është hapja e dyrëve për banorët e Gazës që të kalojnë në Gadishullin e Sinait. Zhvillime të mëdha, të jashtëzakonshme, të tmerrshme, të cilat do të kenë impakt tek e ardhmja e gjithë planetit, impakt të drejtë për drejtë tek konflikti ndërmjet Putinit dhe Ukrainës, tek e ardhmja e planeve të Kinës, e cila po bëhet gati seriozisht për të çuar flotën e saj në Taiwan dhe marshojnë çdo ditë më shumë drejt këtyre zhvillimeve të mëdha, të cilat unë do të përpiqem që t'ju shpjegoj dhe t'ju transmetoj besnikërisht këtu në çdo orë, në çdo minutë dhe aq herë sa unë do të kem mundësi, kohë dhe fuqi për ta bërë këtë. Zoti ju ruaj ju, Shqipërinë, shqiptarët dhe të gjithë miqtë e tyre kudo ku janë nëpër botë. Jetojmë në kohra të trazuara, ne kemi thënë, simboli jonë më i madh, thirrja jonë më e madhe është rrof Shqipnia. Shqipëria nuk do të jetë shumë e sigurt, shqiptarët nuk do të jenë shumë të sigurt në këto kohra turbulente, në qoftë se nuk do të kuptojnë se çfarë duhet bëjnë për vendin e tyre, në qoftë se nuk e kuptojnë rolin e tyre historik në këto momente, në qoftë se nuk e kuptojnë mënyrën se si do të sillen me kujdestarin e tyre amerikan, por edhe me Europën e cila shkon çdo ditë më shumë drejt një falimenti, shkon çdo ditë më shumë drejt një rrënimi katastrofik të ekonomisë së saj, një goditje e frikshme e industrisë së makinave, ndoshta do ju flas në netët në vijim për kolapsin e industrisë makinave dhe shumë industrive të mëdha të tjera në Europë, çka paralajmërojnë një krizë të tmerrshme ekonomike atje, por edhe konflikte të mëdha të cilat do të vinë si pasojë e hapave të ardhshëm të Washingtonit në Europë dhe hapave të ardhshëm të Putinit dhe të Kinës në Europë, qoftë në Ukrainë, qoftë në Poloni apo në rajonet e tjera të botës, do të kemi zhvillime shumë të mëdha të cilat unë do të përpiqem t'ju dekriptoj me aq sa di unë dhe me aq sa kuptoj unë besnikërisht për ju, për gjithë shqiptarët në të gjitha trojet. Unë jam Kreshnik Osmani, për ju që më shihni për herë të parë, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, të gjithë ju, të cilët mendoni se duhet ta mbështesni këtë kanal, gjejeni mënyrën për ta bërë, qoftë duke ja shpërndarë dhe duke ja çuar këto video pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse janë të pakta sot drejtarët mediatike të cilat i shërbejnë kombit, i shërbejnë shqiptarëve dhe i hapin, i zhbllokojnë proceset e tyre të menduarit duke i mbrojtur ata nga sistemi i rrenave dhe i mashtrimit të mediave të Tiranës dhe në trojet shqiptare në përgjithësi. Kaq për sonte, vijë në numër 9.